Atmosfera kuqezi është akoma e ndezur në sytë në mendjet në rrjetet sociale në mediat shqiptare anë mban botës. Por sot është 10 qershor 2025 dhe dua që kujtoj shqiptarëve se në mediat shqiptare këto organizatat, këto tifozët e zjarrit që nxjerrin flamurin vetëm kur ka ndeshje kombëtare, çfarë kanë përgatitur? Si qytetar, si shoqëri civile, si parti politike edhe si qeveri për të përkujtuar çlirimin e krahinës verilindore të Shqipërisë Dardanis. Si do të nderohet Indrit Cara? Të gjithë ata dëshmorë që dhanë jetën. Çfarë aktivitetesh të përbashkëta do të duhet të bëjnë dy qeveritë, si ata në Prishtinë, që nuk po gjejnë dot gjuhën për tupër faqe zezë, apo ky joni që del sy më sy dhe dërgon policët të heqin flamurin e UÇK-s, se sigurisht të duash flamurin atë dheun të luftosh pa dheun tënd për emisarin e Serbisë në Tiranë, të birin e Kristaqit që varte poetët, se kaq trima ishin sa kishin frikë nga fjala e lirë, e hoqën. Çfarë do të bëjnë shqiptarët sot në këtë ditë? Do të pres në darke dhe nesër do të takohemi përsëri për të parë se sa pesh ka pasur gjaku i dëshmorëve të dhënë për liri. Ato nëna që nuk din ku kanë fëmijët, ata fëmijë të zhdukur, ato femrat përdhënuara, ata burra që nuk ju dihen eshtrat që dhanë jetën për liri. Le të presim paftyërsinë e klasës politike shqiptare edhe asaj të Dardanis shëbëtor me listën serbe të Serbisë. Le të presim se si ata do ta nderojnë këtë ditë. Këtu do të jemi, do takohemi. Nderim atyreve që dhanë jetën për liri. Të paharuar qofshin.